ikja e kënaqësisë më të madhe është mos me njoftë Allahun. Pse? Se shpirti është i krijuar i tillë, Allahu qashtu e ka bërë natyrën e shpirtit që quhet fitre, që e kërkon Zotin. Nëse e krahasojmë në kënaqësitë e përditshme, diçka që e kije s'është më interesant. Vazhdimisht shpirti kërkon diçka. Edhe shpirti vazhdimisht e kërkon krijuesin e vet. Nëse nuk e gjen besimin e vet, ai shpirt është i papërmbushur, është i mangët. Thot gjuna janë disa njerëz që kanë ikur nga kjo botë, kanë vdekur domethënë, dhe nuk e kanë shijuar atë më të mirën e kësaj bote. I kanë thënë mirë, e cila është ajo më e mira e kësaj bote? Thot njohja e Allahut, me njoft krijuesin. Shpirti e lip që ketë. Njohja e Allahut ta jep një kënaqësi shpirtërore që nuk mund të krahasohet me asnjë kënaqësi tjetër. Dhe njohja e Allahut subhanahu wa taala, krijuesit tan, prodhon, domethënë qetësi shpirtërore, prodhon rahati, prodhon lumturi, prodhon shpresë, prodhon dashuri. Edhe kjo njohje e ka një ëmbëlsi.